Asnjëri nuk do që të dënohet në zjarrin e xhehenemit. S'ka dëshirë njeri me u dënu në zjarr. Të gjithë e duam xhenetin. Allahu na mundësof xhenetin. Profeti alayhis salam na përmend në një hadith një shkak që Zoti i gjatësisë, pra nëse ti e bën këtë gjë, të ruan nga zjarri i xhehenemit. Përmend profeti alayhis salam në një hadith thot: "Len yalija an-nara ahadun salla qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha." Nuk hyn në zjarr, pra në xhehenem. Kuptohet për hadithit dikush i cili falet para lindjes diellit dhe para perëndimit diellit. Pra fal sabahun, fal edhe ikindin. Sabahu është para se të lind dielli, ikindia është namazi që falet para se të perëndoj dielli. Vlla dhe motër, fale namazin. Është shkak, është mundësia e artë me u rujt prej zjarrit të xhehenemit. Fale namazin. Është shkak dhe mundësi që me fitu xhenetin. A e do xhenetin? Allahu na boft prej atyre që e falin namazin. Amin.